Zëri i Anës Santi jehonte përgjatë bulevardit të madh në një pasdite të nxehtë vere, ndërsa ajo përpiqej të tërhiqte vëmendjen e kalimtarëve. 4 kokada për 10. Vetëm sot. Vetëm sot. Dielli përplasej fort mbi trotuarin e nxehtë dhe drita e tij e bardhë e bënte asfaltin të dukej sikur digjej. Djersa i rëshiste në përballë dhe i lagte qafën. Këmbët i dhembnin brenda një pale atleteve të vjetra, të cilave tashmë po u hapej sholla. Megjithatë ajo vazhdonte të ecte përpara. Nuk mund të ndalonte. Ndalimi do të thoshte të dorëzohej, dhe ajo nuk kishte luksin të dorëzohej. Në duar mbante një kavanos të madh me kokada të bëra në shtëpi, të mbështjella me kujdes një nga një. Era e kokosit dhe sheqerit përhapej lehtë në ajër sa herë që hapte kapakun për t'ua treguar njerëzve. Kalimi i njerëzve ishte i shpejtë. Shumica nuk e shikonin fare. Disa buzëqeshnin me mirësjellje dhe vazhdonin rrugën. Të tjerë tunin kokën në shenjë refuzimi. Ana ishte mësuar me këtë. Ajo ishte 28 vjeçe. Flokët kafe i mbante gjithmonë të lidhura në një bisht të thjeshtë. Veshja e saj ishte modeste, një bluzë blu e zbehur nga larjet dhe një palë gjinse të përdorura. Sytë e saj dukeshin të lodhur, por brenda tyre kishte një vendosmëri të fortë që rrallë shijej. Prej 4 muajsh ajo shiste kokada në rrugë për të mbijetuar. 4 muaj pa një punë të qëndrueshme. 4 muaj duke kursyer çdo monedhë për të paguar fizioterapinë e djalit të saj. Djali i saj quhej Genti. Genti ishte 10 vjeç dhe përdorte një karrige me rrota që nga lindja. Ai kishte ardhur në jetë nga një lidhje e hershme kur Ana ishte ende shumë e re. Kur ishi dashuri i saj kishte mësuar për shtatzënin dhe për gjendjen e fëmijës, ai ishte zhdukur pa kthyer kokën pas, që nga ai moment Ana kishte mbetur vetëm. Por ajo nuk ishte ankuar kurrë. Në atë pasdite të veçantë shitjet nuk po shkonin mirë. Ajo kishte bërë një llogari të thjeshtë në mendje, i duheshin të paktën 50 real për të paguar seancën e fizioterapisë së Gentit që duhej paguar të nesërmen. Nëse nuk i siguronte ato para, djali do të humbiste trajtimin. Ndërsa po mendonte për këtë, një makinë e zezë, e madhe dhe luksoze u ndal ngadalë pranë saj. Xhamat ishin të errët dhe makina dukej krejt jashtë vendit në atë trotuar të plasaritur. Xhami i dritares u ul ngadalë dhe një zë i thellë, i qetë, por autoritar u dëgjua mbi zhurmën e trafikut. Zonjush, sa kushton i gjithë kavanozi? Ana puliti syt, e sigurt se kishte dëgjuar gabim. I gjithë kavanozi, zotëri? Po. Sa kushton gjithçka që ke aty? Ajo hodhi një vështrim te kokada. Numri i tyre ishte i vogël. Ajo i kishte numëruar disa herë gjatë ditës. 22 copë. Ajo bëri një llogari të shpejtë në mendje. 55 real, zotëri. Burri hapi portofolin pa hezitim dhe nxori një kartëmonedhë 100-she. Ja zgjati drejt saj. Mbaje edhe kusurin. Dora e Anës u drodh lehtë kur mori paratë. Por ajo që e habiti më shumë ishte se burri nuk u largua menjëherë. Përkundrazi, dera e makinës u hap dhe ai zbriti. Ai dukej rreth të 30-tave. Ishte i gjatë, me supe të gjera dhe flokë të zinj të prerë me kujdes. Kostumi i tij i zi ishte i përsosur, ora në dorë duke jashtëzakonisht e shtrenjtë dhe këpucët e tij nuk kishin parë kurrë një trotuar të thyrë si ai ku qëndronte Ana. Ishte lloji i njeriut që kur hynte në një vend, të gjithë ndalonin për një moment për ta parë. Ai quhej Eduard Vaskeli, pronari i një prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në vend. Por Ana nuk e dinte këtë. Eduardi mori një kokad nga kavanozi. E kafshoi ngadalë dhe për disa sekonda nuk tha asgjë. Pastaj mbylli sytë. Kur i hapi përsëri, shpreha e tij ishte ndryshe. Më e butë. Më njerëzore. E pabesueshme, murmuriti ai. Ana e pa me kureshtje. Ju pëlqeu? Ai buzëqeshi lehtë. A të mësoj nëna jote ti bësh këto? Ana tundi kokën. Jo. Gjyshja ime. Ai mori frym thellë, sikur një kujtim i vjetër t'i kishte trokitur në zemër. Por para se të thoshte diçka tjetër, telefoni i tij ra. Ai u largua disa hapa, foli shkurt dhe u kthye përsëri tek ajo. Ke një numër telefoni? Ana u ndje paksa në siklet. Po vetëm celular. Ai nxori një kartë vizitë dhe ia dha. Më telefonon nesër në mëngjes. Kam një propozim për ty.
Dhe pa shtuar asgjë tjetër, ai u kthye në makinë dhe u largua mes trafikut të qytetit. Ana mbeti për disa sekonda e palvizur në trotuar. Në njërën dorë mbante kartën. Në tjetrën paratë. Ajo e ktheu kartën dhe lexoi emrin, Eduard Vaskeli. Atë mbrëmje, kur u kthye në apartamentin e saj të vogël, Genti ishte pranë dritares në karrigen e tij me rrota, duke vizatuar në një fletore të vjetër me lapsa me ngjyra të shkurtuara nga përdorimi. Kur e pa të hynte, fytyra e tij u ndriçua menjëherë. Shite gjithçka, mami? Ana buzëqeshi dhe e puthi në ball. Po, zemra ime. Sot Zoti bëri edhe një mrekulli. Ata biseduan për pak kohë, por më vonë Genti i tregoi diçka që e shqetësoi. Gruaja që zakonisht rrinte me të gjatë ditës, zonja Lulieta, kishte thënë se ndoshta nuk do të mund të vinte më, sepse pagesa ishte shumë e vogël. Ana heshti për një moment duke qëndruar me shpinë nga djali. Një problem tjetër. Gjithmonë një problem tjetër. Ajo ul pranë tij dhe mbështeti kokën në krahun e karriges së tij, ndërsa ai vazhdonte të vizatonte në heshtje. Atë natë ajo nuk fjeti pothuajse fare. Karta e Eduardit qëndronte mbi tavolinën e kuzhinës, pranë një fature të papaguar të energjisë. Në mëngjes, me duart që i dridheshin pak nga nervozizmi, ajo telefonoi numrin. Ai u përgjigj shpejt. Ana Santi? Po, jam unë. Dua të vish në zyrën time sot. Kur Ana mbërriti në ndërtesën e lartë prej xhami ku ndodhej zyra e tij, ajo u ndje sikur kishte hyrë në një botë tjetër. Recepcionistja elegante e shikoi nga kokat e këmbët. Ke një takim? Po. Me zotin Eduard. Pak qaste më vonë vet Eduardi doli për ta takuar. Ai e çoi në një zyrë të madhe me pamje mbi të gjithë qytetin. Pastaj hapi një dosje dhe vendosi mbi tavolinë një fotografi të vjetër bardhë e zi. E njeh këtë grua? Ana e mori foton dhe zemra i rahu fort. Ishte gjyshja e saj. Tereza. Eduardi foli me një zë të qetë. Kur isha fëmijë, nëna ime dhe unë jetonim në të njëjtën rrugë me të. Kur nuk kishim çfarë të hanim, ajo na sillte supë, bukë dhe kokada. Ana ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Kur provova kokadën tënde dje, e njoha menjëherë atë shije. Ai u mbështet në karrige dhe tha, dua të hap një pastiqeri me recetat e saj. Ti do të jesh ortakja ime. Ana mbeti pa fjalë. Por pikërisht në atë moment dera u hap dhe hyri një grua elegante me një shprehje të ftohtë në fytyrë. Ajo quhej Kristina. Ishte gruaja e Eduardit. Dhe vështrimi i saj ndaj Anës ishte gjithçka tjetër përveç se miqësor. Historia sapo kishte filluar. Ti më bën të qesh, tha djali me një sinqeritet të thjeshtë që nuk përmbante asnjë lloj turpi. Eduardi ndaloi për një moment, i habitur nga mënyra e drejtpërdrejtë e djalit. Në fytyrën e tij u shfaq një buzëqeshje e lehtë, por Genti vazhdoi menjëherë me atë seriozitet që vetëm një fëmijë që është detyruar të rritet shpejt mund ta ketë. Dhe ju të pasurit bëni kështu? Pyeti ai. Eduardi mbeti plotësisht i heshtur. Pyetja nuk ishte tallëse, nuk ishte as provokuese. Ishte thjesht një kurreshtje e pastër, e lindur nga një mendje që përpiqej të kuptonte botën. Pas disa çastesh të gjata, Eduardi mori frymë thellë dhe u përgjigj me ndershmëri. Jo, Genti. Ne nuk e bëjmë këtë. Djali nuk tha asgjë tjetër. Ai thjesht uli syt përsëri te harta e madhe e Shqipërisë që kishte shtrirë mbi tavolinën e improvizuar dhe vazhdoi të studionte qytetet dhe lumenjt me një përqendrim të jashtëzakonshëm. Në makinë gjatë rrugës së kthimit për në zyrë, Eduardi qëndroi i heshtur pothuajse gjatë gjithë kohës. Shoferi i tij ishte mësuar me heshtjen e shefit, por atë ditë ajo heshtje dukej ndryshe. Mendja e Eduardit ishte e mbushur me një pyetje të vetme. A ishte ai i lumtur? Një pyetje e bërë nga një djalë i vogël që nuk kishte dalë kurrë nga karrigja e tij me rrota, por që dukej se e shihte botën më qartë se shumë burra të rritur që drejtonin kompani të mëdha. Ajo pyetje e thjesht kishte hapur një boshllëk të çuditshëm brenda tij. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk kishte një përgjigje të sigurt. Ndërkohë, në zyrat e kompanisë, dikush tjetër kishte filluar të lëvizte në heshtje. Kristina. Në javën e dytë pas marrëveshjes me Anën, ajo filloi të shpërndante helmin e saj në mënyrën më elegante të mundshme. Në mbledhje ajo bënte komente të kujdesshme, të mbështjella me profesionalizëm. Duhet të jemi të kujdesshëm kur investojmë në njerëz pa përvojë, thoshte ajo me një buzëqeshje të hollë.
Askush nuk e përmendte emrin e anës, por të gjithë e dinin për kë bëhej fjalë. Më pas ajo filloi të telefononte kontabilistin e kompanisë duke kërkuar verifikime shtesë për dokumentet e projektit të ri. Çdo gjë dukej si procedurë normale, por në të vërtetë ishte një mënyrë për të mbjellë dyshim. Por goditja e saj më e drejt për drejt erdhi disa ditë më vonë. Një pasdite kur Eduardi ishte jashtë qytetit për një takim biznesi, Kristina shkoi personalisht në ambientin ku po përgatitej pasticceria e re. Ana ishte aty, e përkulur mbi dy sheme, duke pastruar pluhurin e mbetur nga punimet. Ajo kishte lidhur flokët dhe kishte veshur një përparse të thjeshtë. Kur ngriti kokën, pa një grua elegante të mbështetur në kornizën e derës. Kristina e vështroi për disa sekonda para se të fliste. A mund të jap një këshill, Ana? Zëri i saj ishte i butë, por në atë butësi fshihej diçka e mprehë. Ana u ngrit ngadalë. Nëse është këshill e sinqert, po. Kristina buzëqeshi lehtë. Eduardi është një njeri shumë bujar. Ndonjëherë edhe më shumë se sa duhet. Ajo hodhi një vështrim rreth e rrotull në ambientin e papërfunduar. Por biznesi nuk është bamirësi. Ana nuk foli. Ajo thjesht e shikonte. Pas 6 muajsh, vazhdoi Kristina me qetësi, ti do të jesh përsëri në trotuar duke shitur kokada. Ajo bëri një pauzë të vogël dhe shtoi, dallimi është se këtë herë do të kesh edhe borxhe në emrin tënd. Për një moment, në dhomë ra heshtja. Ana e shikoi drejt në sy. Brenda saj kishte shumë emocione, por zëri i saj doli i qetë. Faleminderit për shqetësimin. Kristina nuk kishte pritur atë përgjigje. Ajo e pa për disa sekonda dhe pastaj u kthye pa thënë asnjë fjalë tjetër. Por loja e saj nuk kishte mbaruar. 3 ditë më vonë, Ana mori një mesazh anonim në telefon. Ishte një fotografi. Në foto shihej Eduardi i ulur në një restorant elegant përballë një gruaje të bukur. Poshtë fotografisë ishte një fjalë e shkurtër. Ai e bën këtë me të gjithë. Ti je vetëm një tjetër. Ana qëndroi për një kohë të gjatë duke e parë ekranin. Një ndjenjë e çuditshme i shtrëngoi gjoksin, dhe atëherë ajo kuptoi diçka që kishte tentuar ta injoronte. Ajo kishte filluar të ndjente diçka për Eduardin. Jo për paratë e tij. Jo për biznesin. Por për mënyrën se si ai e dëgjonte kur ajo fliste për gjyshen Terez. Për mënyrën se si ai ishte ulur pranë Gentit në karrigen e vjetër, në nivelin e syve të djalit, pa asnjë lloj sikleti. Ajo nuk ju përgjigj mesazhit. Por atë natë nuk arriti të flinte. Të nesërmen në mëngjes, Eduardi mbërriti herët në pasticceri. Ai e gjeti Anën në kuzhinë duke pastruar. Sytë e saj ishin të kuq dhe fytyra duke e lodhur. Ana, çfarë ka ndodhur? Ajo nuk tha asgjë. Thjesht i tregoi fotografinë në telefon. Eduardi e pa për disa sekonda dhe fytyra e tij u bë serioze. Kjo grua është ortakja ime në një projekt tjetër, shpjegoi ai me qetësi. Ajo kishte ardhur nga Tirana për të nënshkruar një kontratë dhe dolën për darë. Ai ngriti syt drejt Anës. Kushto që ta ka dërguar këtë foto donte pikërisht këtë. Të krijonte dyshim mes nesh. Ai heshti për një moment dhe shtoi, do ta hetoj. Disa orë më vonë, një hetues privat i raportoi rezultatet. Numri nga i cili ishte dërguar mesazhi ishte një kartë para pagese, por adresa e internetit nga e cila ishte dërguar fotografia vinte nga serveret e kompanisë. Kristina. As Eduardi dhe as Ana nuk kishin nevojë ta thoshin emrin me z. Ai qëndronte në ajër si një e vërtetë e qartë. Eduardi u ul në një karrige të vjetër në mes të kuzhinës së vogël që mbante aromë kokosi dhe sheqeri. Në atë moment ai dukej më pak si një biznesmen i fuqishëm dhe më shumë si një njeri i zakonshëm. Pse e bën gjithë këtë? Pyeti Ana pas një heshtjeje të gjallë. Pse hap këtë biznes me mua? Pse të intereson kaq shumë? Eduardi heshti për disa sekonda. Kur foli, zëri i tij ishte më i ulët. Sepse gjyshja jote trokiste në derën tonë kur nëna ime nuk kishte asgjë për të ngrënë. Ai shikoi duart e tij për një moment. Babai im ishte larguar. Nuk kishim para për ilaçe. Ai ngriti syt. Tereza thjesht shfaqej. Me një supë, një bukë ose kokada. Dhe nuk kërkoi kur asgjë në këmbim. Zëri i tij u bë më i butë. Nëna ime vdiq 2 vjet më vonë. Por ajo vdiq duke besuar se kishte ende njerëz të mirë në botë.
Ai e pa drejt Anën. Gjyshja jote ishte një nga ata njerëz. Sytë e Anës filluan të mbusheshin me lodh. Kur provova kokadën tënde, vazhdoi ai, pash një grua që lufton ashtu si luftoi nëna ime. Vetëm me një djalë në karrige me rrota. Në një botë që nuk e bën jetën të lehtë për askën. Lotët i rëshitën në faqe. Dhe pikërisht në atë moment dera u hap. Ishte Genti në karrigen e tij me rrota, duke lëvizur ngadalë me forcën e krave. Ai i pa të dy. Sytë e tij u ndalën te fytyra e lagur e nënës. Pse po qan mami im? Eduardi u përgjigj me qetësi. Sepse po flisnim për gjëra që kanë rëndësi. Genti e shikoi për disa sekonda. Pastaj u kthye nga nëna dhe përsëri nga Eduardi. Kur unë qaj, tha ai me seriozitet të thjesht, mami më përqafon. E ke përqafuar ndonjëherë? Pyeti Genti me një ton krejt të natyrshëm, sikur po bënte pyetjen më të zakonshme në botë. Eduardi pothuajse qeshi. Pothuajse. Jo ende jo, u përgjigj ai. Genti ngriti vetullat lehtë dhe tha me një siguri të qetë, atëherë përqafoje. Funksionon. Ana fshiu lotët me shpejtësi, pak e turpëruar, por edhe e prekur nga thjeshtësia e fjalëve të djalit. Eduardi u ngrit ngadalë nga karrigia dhe u afrua drejt saj. Ai nuk bëri asnjë lëvizje të nxituar. Kur e përqafoi, e bëri me kujdes, sikur kishte frikë ta lëndonte, por në të vërtetë dukej sikur edhe ai kishte nevojë për atë përqafim. Ana e lejoi. Sepse ndonjëherë një përqafim është i vetmi vend ku një njeri mund të ndalojë së qeni i fortë për disa çaste. Ata qëndruan kështu për disa sekonda në heshtje. Kur u ndan, Genti kishte kthyer karrigen e tij drejt dritares, por para se të dilte nga kuzhina ai u ndal dhe tha pa u kthyer, u vonua. Në zërin e tij kishte një buzëqeshje. Në javën që pasoi, Eduardi zbuloi diçka që ndryshoi gjithçka. Një kontroll i brendshëm financiar tregoi se Kristina kishte manipuluar dokumente kontabël. Ajo kishte tentuar të devionte një pjesë të fondeve që ishin planifikuar për projektin e pastiqerisë. Eduardi mblodhi të gjitha provat dhe i paraqiti para këshillit drejtues të kompanisë. Vendimi erdhi shpejt. Të premten, Kristina u pushua nga puna pa paralajmërim dhe pa mundësi mbrojtjeje. Ajo nuk u kthye më kurrë në atë ndërtesë. Pak javë më vonë, pastiqeria u hap. Në fundjavën e dytë ndodhi diçka e vogël, por shumë e rëndësishme. Një radhë filloi të formohej në trotuar. Nuk ishte një radhë e gjatë. Ishin rreth 10 ose 12 njerëz. Por ishte një radhë, dhe çdo person që hynte në dyqan dilte me një kuti kokadash dhe me një buzëqeshje në fytyrë. Ana qëndronte pas banakut duke parë njerëzit dhe duke menduar për gjyshen Terez. Në një mënyrë të çuditshme, dukej sikur ajo ishte ende aty me të. Eduardi filloi të shfaqej pothuajse çdo ditë. Ndonjëherë vinte me dokumente biznesi. Ndonjëherë vetëm për të provuar një recetë të re. Dhe disa herë dukej qartë se nuk kishte asnjë arsye konkrete për të qenë aty. Ai thjesht vinte. Në një cep të kuzhinës ishte vendosur një tavolinë e vogël e përshtatur për Gentin, ndërsa Ana punonte, djali bënte detyrat e shkollës ose vizatonte. Një ditë Eduardi hyri dhe e gjeti Gentin duke parë në heshtje nga dritarja drejt radhës së klientëve jashtë. Për çfarë po mendon? Pyeti ai duke u ulur në një shkallë pranë karriges me rrota. Po mendoj që radha është bërë më e madhe, tha Genti. Ai tregoi me gisht drejt një gruaje të moshuar që priste me një çantë në dorë. E di pse ajo erdhi të blej kokada? Eduardi ngriti supet. Nuk e di. Sepse këtu ndihet mirë, tha Genti. Ai u kthye nga Eduardi. Mami im i trajton të gjithë njësoj, nuk ka rëndësi nëse janë të pasur apo të varfër. Të gjithë marrin të njëjtën kokadë dhe të njëjtën buzëqeshje. Eduardi pa nga gruaja në radhë. Si e di këtë? Sepse unë shikoj, tha Genti me qetësi. Unë nuk mund të vrapoj. Nuk mund të luaj futboll. Kështu që shikoj njerëzit. Ai bëri një pauzë të shkurtër dhe shtoi, mëson shumë duke parë njerëzit, Eduard. Shumë më tepër se sa duke lexuar raporte. Eduardi nuk tha asgjë për disa sekonda. Ato fjalë mbetën në mendjen e tij gjatë gjithë ditës. Atë mbrëmje, pasi dyqani u mbyll, të tre mbetën në kuzhinë. Ana po përgatiste çokoladë të nxehtë. Genti po vizatonte. Eduardi i shikonte të dy dhe ndjente një ndjenjë të re, një ndjenjë që nuk kishte lidhje me biznesin apo me suksesin. Ishte një ndjenjë përkatësie. Eduard, tha Genti papritur nga pas bllokut të vizatimit. Po. Çfarë bën me gjithë ato para? Eduardi buzëqeshi lehtë. I investoj. Ndërtoj gjëra. Genti e ktheu bllokun për t'i treguar vizatimin.
Ishte një shtëpi e thjesht me një ramp në hyrje dhe një derë të gjerë. Unë dua të ndërtoj një shtëpi të tillë një ditë, tha ai. Që njerëzit si unë të mund të hyjnë kudo. Eduardi e pa vizatimin për një kohë të gjatë. Ma jep ta mbaj, pyeti ai. Po. Genti e sheu faqen dhe ia dha. Eduardi e palosi me kujdes dhe e vendosi në xhepin e brendshëm të xhaketës, pranë zemrës. Muajt kaluan. Pasticceria u bë e njohur në gjithë lagjen. Radha në trotuar u rrit. Emri i Anës u bë i respektuar. Por Eduardi vazhdoi të vinte çdo ditë. Një mëngjes herët, Ana ishte vetëm në kuzhinë duke përzier kokosin dhe duke kënduar ngadalë. Drita e mëngjesit hynte nga dritarja. Eduardi hyri pa bërë zhurmë dhe e pa për disa çaste. E di që je ndryshe nga çdo person që kam njohur, tha ai më në fund. Ana u kthye e habitur. Më trembe. E di. Ai bëri një hap drejt saj. Ti këndon ndërsa punon. Mban mend emrin e çdo klienti. Dhe nuk kam dëgjuar asnjëherë të ankohesh për jetën. Ana ngriti supet. Ankesa nuk paguan faturat. Pikërisht, tha ai. Kjo është ajo që dua të them. Ai u afrua edhe pak. Ti ke një lehtësi që unë e kam humbur prej kohësh. Heshtja mes tyre ishte e mbushur me ndjenja. Që nga dita kur të pash në rrugë me atë kavanos kokadash, vazhdoi ai, nuk kam mundur të nxjerr nga mendja. Ai ndaloi shumë pranë saj, por nuk e preku. E dua mënyrën si kujdesesh për Gentin, mënyrën si flet për gjyshen Terez sikur ajo është ende këtu. Sytë e Anës u mbushën me lodh. Unë nuk kërkoj që të harrosh gjithçka që ke kaluar, tha ai me zë të ulët. Unë vetëm po kërkoj një shans të jem dikush që e meriton të jetë pranë teje. Ana mbylli sytë për një moment. Ajo mendoi për vitet e vështira, për ditët kur kishte ngrënë më pak që djali i saj të kishte ilaçe, për rrugët e nxehta dhe këpucët e vjetra. Dhe mendoi për fjalët e gjyshes së saj. Kur dikush të sheh sikur je pjesa më e bukur e ditës së tij, mos ik. Qëndro. Ajo hapi sytë. Eduard, tha ajo me zë të dridhur, kam frikë. Kam vuajtur shumë. Ai priti. Por gjyshja ime gjithmonë thoshte që nuk duhet ta lëm frikën nga humbja të jetë më e madhe se guximi për të fituar. Eduardi buzëqeshi. Po, tha Ana më në fund. Unë pranoj të dal me ty. Në atë moment dera e kuzhinës u hap. Ishte Genti me bllokun e vizatimit në prehër. Ai i pa të dy dhe tha me një seriozitet të qetë, më në fund. Ana dhe Eduardi shpërthyen në të qeshura. Eduardi u ul pranë Gentit. Dhe tani, kampion, tha ai, a mund të bëhem pjesë e familjes? Genti mendoi për një moment. Mund të rish, por duhet të mësosh të bësh kokada. Ata qeshën të tre. 6 muaj më vonë, Eduardi prezantoi një projekt të ri banimi. Shtëpi të projektuara që në fillim për njerëz me aftësi të kufizuara, me rampa, korridore të gjera dhe banjo të përshtatura. Projekti tërhoqi vëmendje në gjithë vendin. Por shumë pak njerëz e dinin frymëzimin. Një ditë Eduardi erdhi në pasticceri me një zarf. Ai u ul me Anën dhe Gentin në kuzhinë dhe ja dha zarfin djalit. Hape. Genti nxori një plan arkitektonik. Një shtëpi me rampë në hyrje dhe kopsht. Poshtë ishte shkruar me dorë, shtëpia e familjes Santos Vasconcelos, projekti i miratuar. Genti mbeti duke e parë për një kohë të gjatë. Ti ndërtove një shtëpi për ne, pyeti ai. Po, tha Eduardi. Ai nxori nga xhepi vizatimin e vjetër të Gentit. Ti më dhe projektin. Unë vetëm e ndërtova. Genti u përkul përpara dhe e përqafoi fort. Ana i pa të dy me duart mbi gojë dhe lotët i rëshitën lirshëm. Sepse dikur ajo kishte shitur kokada në trotuar pa e ditur si do të paguante terapinë e djalit. Dhe tani ajo kishte një familje, një shtëpi dhe një jetë të re. Pas pak, Genti u largua nga përqafimi dhe tha, Eduard, a e mban mend kur të pyeta nëse ishe i lumtur? Po. Dhe tani? Eduardi pa Anën, pastaj Gentin. Tani jam, tha ai. Dhe për herë të parë në shumë vite, ai e dinte se ishte e vërtetë. Historia e tyre kishte filluar me një kavanos kokadash në një trotuar. Dhe kishte përfunduar me një shtëpi ku çdo derë kishte një rampë që të gjithë të mund të hynin.